Në Vlorë vitet e fundit po vihet re një fenomen tepër shqetësues, i cili po vazhdon në shifra të frikshme, përfshirja e personave nën moshë të miturve në aktivitete kriminale po rritet ndjeshëm nga viti në vit, edhe për gjatë periudhës 9 mujore të 2025-s, prej janarit deri në shtator, numri personave të mitur, të cilët përfshihen në krime, është tepër i lartë. Një numër ky i lartë i krahasuar edhe me një vit më parë. Sipas edhe statistikave, të cilat i kanë nxjerrë së fundmi Instituti i Statistikave, që ka patur në fokus policinë e shtetit, Vlora renditet ndër qytetet në rang vendi me numri më të lartë të personave të mitur që marrin pjesë në krime. Qyteti mbretëtar e kalon në shifra vetëm Tirana dhe Durrësi, teksa numri të miturve që marrin pjesë në krime është i njëjtë me Elbasanin dhe qëndrojmë shumë më lart se qytetet si Fjeri, Shkodra, Lezhë dhe Saranda. 1 në 4 aktivitete kriminale në Vlorë ndodhin pikërisht nga pjesëmarrja aty e personave nën moshë, ku mbizotrojnë në këto krime moshat kryesisht 16 dhe 17 vjeç, por nuk mungojnë as persona akoma dhe më të vegjël në moshë, duke nisur nga 13 deri në 15 vjeç, ku dhe numri i këtyre personave që mund të cilësohen si fëmijë është në rritje sipër nga viti në vit, dhe mbi të gjitha, ky fenomen nuk po njeh të ndalur. Aktivitetet që përfshihen të miturit janë sigurisht ato të fushës së narkotikës, kryesisht në shitjen e lëndëve narkotike apo posedimin e tyre, por gjithashtu nuk mungojnë as rastet ku i shesin këto të fundit, si kanabisativa dhe kokainë në bare, restorante, por edhe në ambientet jashtë institucioneve arsimore, por ka edhe raste ku brenda mureve të shkollave nga mësuesi dhe oficerët e sigurisë janë konstatuar të mitur që posedojnë lëndë narkotike, kryesisht hashash. Gjithashtu, shumë prej të miturve janë dalur edhe duke mbajtur sende të forta, por edhe mjete prerse të lloj thik, ku ditën e martë të kësaj jave, sipas edhe komunikatës, zyrtarët e policisë së Vlorës, specialistët për hetimin e krimeve në Vlorë, referuan materialet në prokurori dhe kanë nisur të procedojnë penalisht një shtetas të mitur, 17 vjeç, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në praninë të oficerit të sigurisë në shkollën ku ky fundi studionte, ju gjet dhe ju sekuestrua një mjet prerës thik. Nuk mungojnë në komunikata zyrtarit e policisë së Vlorës personat nën moshë, të cilët janë arrestuar, ndaluar si posedues edhe të armëve të zjarrit, por edhe duke lëvizur shpeshherë me automjet apo motomjet, pa leje drejtimi, si dhe në gjendje të dehur. Gjithashtu të mjafton të verifikosh sot të gjitha komunikata çdo ditë të policisë së Vlorës dhe konstaton fare lehtë që në krimet ordinere të ndodhura në qytet, si vjedhje, grabitje me thik apo armë, thyerje banesash, vjedhje automjetesh apo pjesë të tyre, janë të përfshirë të miturit. Në shifra alarmante është edhe përfshirja e tyre në konflikte fizike me sende të forta dhe mjete prerse në ambientet e brendshme apo jashtë shkollave, të regjistruara këto ditë edhe në polici. Në shumë raste, shumë prej të miturve kanë përfunduar si pasojë e këtyre konflikteve edhe në spital, ku sipas regjistrimeve në Spitalin Rajonal të Vlorës, në shifra të konsiderueshme është numri personave nën moshë të shtruar përgjatë këtij viti si të plagosur me thik, sende të forta apo edhe me dëmtime nga shkelma dhe grushtat.